profesionale duke ditur atë humbje me Tiranën? Po normal, mas një humbje në derbi, humbja e derbi gjithmonë ka pas një impakt në dy krahët, nëse fiton ke impakt mirë, edhe duhet t'jesh me kam tokë, po nëse edhe ke një humbje të tillë, besoj se është diçka që unë personalisht e kam përjetuar keq. E kam përjetuar keq për dy arsye. E para, jam pjesë e derbit për shumë vitesh. Edhe si lojtar kam humbur edhe unë derbin, ndoshta edhe kohët e fundit Partizani ka humbur derbin, po nuk jam dakord edhe për këto ngeqardhje mënyra se si u qasën në fushë, po edhe se si u dënu me dy penallti me goditje standarde. Kështu që në këtë aspekt jam mundu jo të godas njëri edhe jo të vejmë gishtin, sepse nuk është vetëm një ose dy lojtarë nuk patën performancë, po çuditërisht nga Ignatja tek nesha derbit ishin numri madh, kështu që edhe ndoshta reagimi edhe nga ana ime që pothuajse e pamundur, sepse në çdo 7 minuta ne u goditëm. Megjithatë diçka e kaluar dëshojmë përpara, gjendja i munduar gjithëve të sqarojmë. Për fatin tonë këtë kohë i ballafaqon çdo lojtar, sepse teknologjia dhe çdo gjë është pasqiron në gjitha dimensionet, në 3D, në çdo lloj mund të ballafaqosh me gabimet edhe me gjëra që s'kan shkuar mirë. Edhe jemi munduar këto 2 ditë në fakt për qenë drejt e drejt, për të treguar secilit jo në mënyrë absolute, jo për të rënuar, po vetëm për të treguar që si ka qenë performanca dhe ku do të korrigjohen. Ka qenë kohë e shkurtër edhe 3 neshe, ndoshta për pak ditë shumë e vështirë, edhe mungesa e energjive, edhe mungesa e numrit lojtarëve, edhe pa i dashjes të viku, po ata që hynë të Tirana kishin 100% besimin tonë. Ishte për shembull një lojtar me sfushor që ne futëm i tango e futëm të ri, sepse sa e kisha patë u si njëshi të ekipi dytë. Në Ignatje mas neshës u dorëtokit nga gjithë stafi, nga gjithë ekipi për performancën, u dha mundësia, po që filluan gjërat duke dalë, sepse derbi në Albania është histori, ndoshta pjesë e madhe nuk e njohin historinë e derbit e nuk e kanë vëmendjen e duhur edhe përqendrimin e duhur që mos. Po të kujtoj golin e parë në faull, është e pafashme një klub si Partizani, një ekip superior që në goditje standarde 8 veta vetëm shikojnë Alban Hoxhën se mund të bëjnë në mrekulli, kurse ekipi tjetër ishte shumë kërkues dhe sulmon. Janë gjëra të vogla që pjesë po të ndodhin të gjitha shumë ndikon shumë një edhe prish ekuilibrat. Megjithatë pra po them, është e kaluar edhe unë kam besim që do mundohem të marrim 100% të gjithëve. Edhe për nesër patjetër kur ke një performancë jo të mirë edhe aq më tepër në derbi, të lënë shihehu, por do mundohem bëjmë ndryshime. Gjithmonë kur nuk funksionojnë gjërat, ndryshime duhet të jenë. Kur funksionojnë mirë, ndryshime duhet të jenë pakta të kujdesshme, po do fusim energji të reja sepse jemi në fushën tonë, edhe patjetër na duhet përballemi me ekip mirë, siç ka qenë nesër me Ignatin për kupë, ndoshta s'është kjo këtu, po do bëhemi gati, marrim gjithë masat që mos përsëritet e performanca e derbit. Do të kërkoni vetëm fitore apo mund të bëhet ndonjë llogari për shembull të debitur që ke pasur një përgjithësi për shembull? Po aty në dhoma e gjumit lëvizin gjitha rezultatet në mendjen time. Edhe me derbin kur nuk e llogarisha ose të paktën jo vetëm dëshirë, por nuk mendoja se përfundoi nesha me 2 penallti. Janë gjërat pa parashikuar. Shumë e rëndësishme është bashkëpunimi, ajo që duhet në fushë. Është lojë kolektive dhe është e pafalshme edhe unë jam pak i shqetësuar se si ka mundësi vlerësohet një neshë derbi në lloj mënyre, pavarësisht se nuk reagoj, nuk thonë se nuk jam gati, po të shkosh një derbi pa dhënë 100%. Ose shumë e neshë të thush që unë nuk jam gati se jam i lodhur, po kur i pyet, kur i shen stërvite, është ndryshe ajo që paraqet në stërvite ndryshe. Kështu që patjetër që ne mundohem të marrim maksimumin. Jemi vend 4, s'kemi ra vend 5, s'kemi pse të kemi panik. Dhe bëjmë lojën tonë, do mundohemi të marrim 100%, të kujdesshëm, çdo gjë të funksionojë në grup. Pastaj futbolli është.
Ishte pak vendim I guximshëm jote ta merrni ekipin në këtë pikë? Shiko, në futboll, unë do ishte shumë I qetë dhe luks nëse ky ekip do ishte 20 pikë përpara vendit të dytë. Es do kishin nevojë për mua. Edhe të unë do kisha si merit dilja kampion. Unë kam marrë një shpjetim dhe kam pas nevojë, moment që më kanë bërë thirrje për të bashku projektit për këtë lloj vështirësie, nuk kam as lloj pishmani. Nuk është trajneri, nuk ka personalitet nëse fiton neshën e thotë unë ai që bëra ndryshimin, edhe nëse nuk shkojnë mirë gjërat mas neshë, përsëri të sjellësh një tjetër qasje përballë ekipit se unë kam përgjegjësi, edhe kam marrë me përgjegjësi këtë dhe mbaj përgjegjësinë time, kur nuk do. Unë do thoya që neshën mas neshës që ky është ekipi im. Shumë lehtë mund ta thoja, dikush mund ta pranojë, dikush jo, po unë këto kushte kam marrë me vetdije të plotë që do mundohem të jap kontributin tim me këtë grup lojtarë që janë. Pastaj e ardhme nuk e di, po do shkoj do bëhet shumë më mirë. Marrim të rëndësishmet të hyjmë në objektive që klubi ka vuajtur në fillim, edhe patjetër gjërat do ndryshojnë. Me Shalën, si gjendon në vërtetë do firmos në Partizan? Po Shala është një ojë e imja, kemi bashkëpunu bashkë me një veçart, është një model I profesionisti, është I rritur me tjetër mentalitet, ka eksperiencët e tij. A di që jam bë pjesë e Partizanit, përveç Shalës, ka qenë shumë lojtarë që unë kam pas bashkëpunime, kanë pas ruajnë gjithmonë respektin edhe më kanë përgëzuar edhe më kanë kontaktuar, jo për të bërë pjesë, kurse Shalë shpehu dëshirën që meqenëse situata e tij në Norvegji nuk luan sepse nuk ka firmos, njeh historinë, njeh dhe mua, edhe I ka pëlqyer, e ftuam që vita shohi klubin, ka ardhur dhe është më tepër I kënaqur për gjithçka, nuk kërprishte. Ka kalu vizitat mjekësore, nuk ka ushul akoma me klubin që ka ardhur pa kushte, pa menaxher, pa transfer të fiq, që thonë këta. Domethënë është një rast shumë I mirë që nëse ne mendojmë dhe ai jep ato që ne shpresojmë, patjetër që në të ardhmen do na ndihmoj. Por një herë për herë është bërë pjesë e klubit pa firmos, po verse është procedurë. Nëse do I kishte gjendjen fizike 100%, të kishte minutazh, ti kalote këto gjërat, patjetër kemi nevojë për gjithë, aq më tepër për një nivel si Shala. Kështu që pranë jam I kënaqur edhe I lumtur që një profesionist me atë lloj karriere ka ardhur pas lloj kushti, thjesht do I bashkohet projektit sepse beson që Partizani është një klub I madh edhe do të bëhet pjesë e historisë. Kështu që jemi fat, edhe nëse çdo gjë shkon mirë, mendoj dhe jam shumë I sigurt që do ketë kontribut mirë, sepse sjell edhe imazhin e mirë, jo vetëm të lojtarit ish-kombëtarës së Shqipërisë apo të Kosovës, por është një profesionist. Do keni rastin edhe mundësinë ta njihni, është shumë pozitive edhe kemi nevojë për profesionistat si ai. Çfarë dëshon në tepër tani? Ajo humbje me Tiranë apo fitoria me Gnatian në rrugën e politikës? Pra që do të konversojmë. Po, kuptoj. Të dyja ndeshjet kanë rëndësinë e vet, sidomos derbi ka I referon ndeshjes me Gnatian që fituat. Po, domethënë e kupës. Po. Të dyja kanë rëndësinë e tyre, sidomos kupa është një nga Ndeshje decisive. Të dyja ndeshjet kanë rëndësinë e tyre, sidomos se Gnatia ka rëndësinë e saj se është pjesë e kupës që është një objektiv për klubin, por dhe derbi ka rëndësinë e saj, sidomos për lojtarët që është një ëndër të luash në derbi, por dhe ta humbësh atë është një humbje e madhe, një mërzi, por që duhet kryesorja është që të mësojmë nga ajo humbje dhe të kthehemi sa më shpejt te fitoria në ndeshje radhës. Nuk kemi shumë kohë, ka ngelur 3 ndeshje, kështu që sa më shpejt më mirë. Si e shef gjendjen tënde në këtë fundit? Atëherë, siç e dinë gjithë, kam patur 2 dëmtime, një I gjatë dhe një afas shkurtër, por që kanë ndikuar në pjesën fizike time, po mundohem të rikthehem sa më shpejt dhe me ndihmën e stafit dhe të trajnerit sidomos, po rritem ditë ditës, gjendja fizike po ashtu, por dhe disa defekte që kam hasur në ndeshje, po mundohem t'i evitoj dhe të jem në formën time 100%.